Pas të gjitha shpifjeve dhe goditjeve diabolike, monstruoze, që morëm në fushat, unë dhe zbashku ju të gjithë që jeni në këtë sallë e të gjithë demokratët e kryeqytetit. Nuk quam në asë një moment në mendjen tonë faktin që të ndalonim, por përkundrazi, betejën e kishim si një mision për të zhdukur një herë mirë farën e keqe në krye të qytetit tonë të dashur. Dhe të gjithë bashkë ja dolëm që Erion Veliaj sot të jetë aty ku e meritonte prej kohësh. Zgjedhjet humbën një kuptim të plot dhe funksionin e tyre, por ne nuk u ndalëm, sepse premtimi i rithemelimit që atuja e vetme për demokratët. Pushteti nuk kërkonte vetëm të fitonte ndaj Partisë Demokratike, por ta kthente atë në një relike muzeale të tranzicionit shqiptar, në një simbol pa forcë, një emër pa nerv, një opozitë dekorative që duhet të ekzistonte vetëm si një alibi për fasadën demokratike të regjimit.